Ne do të vjojmë të diskutojmë për të njëjtën çështje, për këtë ngjarje makabre, por patjetër me në fokus edhe këtë sag hakmarrjesh. Me mua në studio është bashkuar Etleva Delia, është autore e emisionit Gjërat tona në ABC News. Përshëndetje, faleminderit Etleva që je me mua. Ti në fakt edhe në emisionin tonë ke trajtuar të gjithë këtë ngjarje, posa kaq edhe sagën e hakmarrjeve që e ka pasuar. Çfarë mund të themi ditën e sotme me këtë zbardhje që kanë bërë autoritetet? Në fakt është një ngjarje që si shumë ngjarje të tjera tashmë të paktën në data të caktuara, në vite të caktuara, po zbardhen fal zbërthimit të platformës Sky. Një ndër to është edhe kjo ngjarje, që duket se tashmë po hetohet nga SPAK edhe është zbërthyer po nga platforma Sky, pra komunikimet aty kanë arritur të identifikojnë autorët e dyshuar, pavarësisht se ata kanë qenë të dyshuar për këtë ngjarje, edhe për vrasjet të mëparshme, pasi ky është krimi i 4, le të themi, që ndodh për motive gjakmarrje në zonën e Matit, që nga viti 2013, dhe duket se përveç kësaj ngjarje, tashmë personat që janë identifikuar si autor të dyshuar për rrëmbimin, zhdukjen e kufomës Klevis Leshit, do hetohen dhe do shikohet të provohet me prova ligjore dhe shkencore dhe përfshirja e mundshme e tyre në vrasjet e mëparshme. Dyshimet kanë qenë që në fillim për këtë përplasje mes dy fisëve? Në fakt, po, familjarët kanë pasur dyshime gjithmonë, pasi ishin të vetëdijshëm dhe konflikti kishte ndodhur dhe kishin dyshime për një gjakmarrje të mundshme, një zinxhir vrasjesh për gjakmarrje, por nuk ishte arritur të dokumentohej me prova. Bëhej fjalë për një hasmëri të vjetër të nisur jashtë kufive në Britaninë e Madhe, ku është vrarë vëllai i personit që sot është shpallur në kërkim me urdhër të SPAK-ut, pra Aurel Hoxhës. Aty është vrarë Agim Hoxha, dhe i dyshuar për këtë ngjarje ka qenë personi që më pas u vra në burgun e Peqinit në vitin 2023, bashkë me kushirin e tij, por ai më pas u dënua vetëm për devijim hetimesh me 3 vjet burg, ndërsa ai ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Në fakt je përmendaj që e gjithë saga e këtyre vrasjeve i ka fillesat shumë herët jashtë kufive të Shqipërisë, edhe më bën përshtypje se ti po flet kryesisht për gjakmarrje. Pse? Por është një fenomen fakt që të paktën në zona caktuara, ashtu edhe në Mat, që ka pasur krime të mëparshme për motive gjakmarrje, është i njohur. Për më tepër që në kohën që ndodhi ky krim në vitin 2012 në Britaninë e Madhe, viktima dhe autori ishin shok fëmijërie madje, ishin rritur bashkë, kishin punuar, madje edhe në Britaninë e Madhe dyshohet se punonin bashkë dhe merreshin me lënë narkotike, dhe ky dyshohet ke qenë edhe motivi i ngjarjes në atë kohë, pra prishja e pazareve për lënë narkotike. Viktima në atë kohë është vrarë në apartamentin e tij atje, në Angli, më pas trupi është gjetur i djegur në një automjet që përdorte ai. Ka qenë makabriteti kësaj ngjarje që ka kanë nxitur më pas serinë e vrasjeve të tjera për gjakmarrje, dhe në vitin 2013 më pas është vrarë xhaxhai i Klevis Leshit dhe i autorit të krimit Arben Leshit. Vite më vonë, në vitin 2017 u vra xhaxhai tjetër i tij, ndërsa po atë vit, në vitin 2017, u zhduk djali i këtij personi, i cili sot e kësaj dite nuk dihet se ku mund të jetë zhdukur trupi i tij, pasi njëjtat rrethana u zhduk edhe djali i xhaxhait, pra personi që Klevis Leshi që u zbardh ngjarja sot. Klevis Leshi në atë kohë u rrëmbye, të paktën kështu pretendonin familjarët, që dyshohet të ishte nxjerrë në prit nga miqtë e tij teksa po pinte kafe pranë pallatit të sportit në Burrel, dhe që nga ai moment nuk pati më asnjë kontakt familja, pasi telefoni dilte vazhdimisht i fikur, madje jema doli vazhdimisht në media, kërkonte drejtësi, ajo ishte e bindur që pas kësaj ngjarje fshihej familja Hoxha dhe personat me cilin ata kishin tashmë gjakmarrjen të hapur. Më pas, për 2 vjet, nuk u gjet asnjë gjurmë e tij, derisa disa banorë të një fshati në zonën e Kurbinit njoftuan se kishin gjetur reshtrat e një personi të dyshuar që ishte një qenie njerëzore, dhe pas analizave të ADN-s u arrit të identifikohet dhe u zbulua që bëhej fjalë për Klevis Leshin. Tani, ka disa viktima vetëm nga njëri fis.
si është bërë, pra nuk ka një përplasje të vërtet, po themi për gjatë këtyre viteve të fundit, nëse i referohemi të humburve që ka vetëm nga Fisi Leshi. Pse ka qenë një dinamike tillë në këtë përplasje dhe në këtë sagë? Po, e thash edhe më përpara që ndoshta edhe për shkak të ngjarjes shumë të rëndë dhe krimit makabër që ndodhi në Britaninë e Madhe dhe faktin që viktima dhe autori ishin miq dhe më pas u prishën për çështje droge dhe arritën deri aty sa të bënin një vrasje dhe një djegje kufome më pas në makinë. Madje ngjarja më rëndë ndodhi brenda burgut të Peqinit në dhjetor të vitit 2023, kur arrit të futej edhe një pistolet në ambientet e një burgu të sigurisë lartë, siç është Peqini, dhe u arrit të ekzekutohej vëllai i personit që kishte bërë vrasjen atje. Pasi gjithë të tjerët ishin xhaxhallar dhe kushërinjtë e parë të tij. Kështu që vetet një ngjarje që uroj të mbyllet me kaq, edhe nëse edhe për shkak se tashmë janë zbuluar. Edhe në fakt kemi emrin e Aurel Hoxhës, ne raportuam së bashku edhe me kolegun për personat e tjerë të shpallur në kërkim dhe për ato të arrestuar. A është ky person përgjegjës për të gjitha çfarë thon hetimet deri në këtë moment, apo kanë ndarje ndoshta për vrasje të ndryshme duke patur parasysh janë disa? Përmenda edhe pak më përpara që tashmë duke qenë se emri i tij del nga platforma Sky, nga mesazhet që janë shkëmbyer aty si urdhërues i krimit, pasi janë dhe persona të tjerë të përfshirë, pasi për këtë ngjarje janë lëshuar 4 urdhër arresta, në fakt, dhe është specifikisht Aurel Hoxha dyshohet të jetë porosit si urdhëruesi i krimit, pasi ekzekutor dhe persona që mund të kenë fshehur kufomën mund të jenë persona të tjerë. Rolet e tyre do shihet në vijim se cilat janë të personave që janë tashmë në këtë çështje hetimore, por nëse ai është apo ka urdhëruar edhe vrasjet e mëparshme, qoftë ato në burgun e Peqinit, qoftë ato që kanë ndodhur në Burrel, kjo mbetet për të parë nga vazhdimi i hetimeve, që shpresoj të zbulohet edhe vendodhja e vendi ku mund të jetë groposur djali i Xhaxhait të Klevis Sallës, që është zhdukur në vitin 2017 dhe ende nuk dihet asgjë për të. Ne në fakt kemi diskutuar her pas here Leva së bashku edhe për ngjarje të ndryshme kriminale që zbardhen nga komunikimet në Sky Encrochat, pret që prokuroria, policia, autoritetet të vijojnë të kenë këtë sukses për ngjarje që kanë ndodhur ndër vite, se flasim për shumë vite më përpara. Në fakt është e kemi thënë dhe më përpara, janë dosje voluminoze që janë duke analizuar, që në momentin që u zbërthyen nga autoritetet belge dhe franceze, tashmë momentin që identifikohen si kode që janë përdorues shqiptar, ato i dërgohen autoriteteve shqiptare për të bërë të mundur identifikimin e kodeve që nuk janë të panjohura dhe më pas zbërthimin e tyre për t'i lidhur me ngjarje ndryshme kriminale, por duke qenë se kjo platformë është përdorur në vitet caktuar, pra deri në vitin 2020-2021, besoj që do ketë edhe ngjarje të tjera kriminale që janë pa autor, që mund të arrijnë të zbardhen në këtë formë, siç është edhe kjo ngjarje që u zbardh sot. Po, dua në fakt përcjell në këtë momente për shikuesit edhe zhvillimet e fundit që vijnë nga i gjithë operacioni, kontrollet që kanë ndërmarrë ditën e sotme me autoritetet, konkretisht Byroja Kombëtare e Hetimit dhe policia raportohet se pak çaste më parë kanë thirrur në ndihmë forcat zjarrfikse për të hapur një kasafort brenda Monopol Lounge, aty ku janë ushtruar edhe kontrollet ditën e sotme. Dyshohet se brenda mund të ketë para, dokumente, sende të tjera të jashtëligjshme që mund t'i shërbejnë grupit hetimor, edhe duket në fakt se hetimet vijojnë. Janë në kërkim të provave shkresore, provave që mund të shërbejnë këtij hetimi, por edhe implikimit të tyre në ngjarje të tjera kriminale, pasi nuk është e thënë që tashmë hetimet të fokusohen vetëm në këtë drejtim, pasi ka të dhëna që mund të jenë përfshirë edhe ngjarje të tjera, qoftë edhe jo vetëm në zixhirin e vrasjeve për motive gjakmarrje, pasi edhe vetë ngjarja që ka zanafillën që më pas nxiti këtë zinxhir vrasjesh, ka ndodhur për çështje droge. Pra, mund të jetë një çështje më komplekse se kaq, që mund të ketë vijuar dhe tashmë pritet edhe është faza ku policia, prokuroria është në kërkim të provave të tjera për implikimin e tyre në ngjarje të tjera kriminale. Faleminderit shumë Leva. Faleminderit që ishe me mua për të gjitha detajet që ndave drejt për drejt. Faleminderit ty.